Është reale të presim që të votohet Grau Konjufsa kryeministër? Shumë problem. Indikacionet tregojnë që jo, Arben. Nuk konsideroj që ka rrethon politike e cila mundson një kalim të lehtë. Tash me siguri të plot nuk mund të flasim, po gjithsesi nuk ka angazhim apo ndoshta mos ta zhgënim, po nuk ka angazhim i cili do ta siguronte një Konjufsani, edhe pse ka lëvizje që nga mbrëm në taborin e disa partive opozitare për të shurtuar ftesat dhe kërkesat e Konjufsës, Glaukut, mandatarit për qeverin, që të bisedojnë edhe të shqyrtojnë mundësit. Por gjithsesi nuk mendoj që është e mundshme as politikisht një Konjufsa një, për arsye se nuk ka qeveri pa marrëveshje politike, sepse do të ishte një salto mortale e partive tjera po të vazhdonin në rrugtim për ta krijuar këtë qeveri, ta qenë kështu të përkohshme deri në zgjedhjet e ardhshme, apo vetëm për të kaluar disa nga pika shumë të rëndësishme, siç është buxheti i RTK-s, buxheti i shtetit, marrëveshjet ndërkombëtare me planin e rritjes dhe bankës botërore. Kështu që nuk konsideroj që, sepse ato mund bëhen edhe pa qeveri. Fakt, Konjufsani mund mos bëhet, e këto pikat e mëdha, siç është buxheti, siç janë këto marrëveshje ndërkombëtare, mund bëhen edhe pa qeveri. Po të ketë marrëveshje edhe funksionalizim të komisioneve funksionale të Kuvendit të Republikës.